sa buletini sa po kaloi shkumbini. Buri Kosovës kërkon ta bëjmë më njëherë Shqipërinë, e të mos presim. E ne po e bëjmë. Ja ku e kemi, sa buletinin edhe Kosovë. Shqipërinë e kemi këtu, të gjithë. Dhe politikën e saj të paqes, e të fqinjësisë së mirë, me cilin do që do t'i tregoj miqësi, e vendosim. Deri tani, Evropa nuk na i ka dhënë të drejtat tona. Traktati i Shën Stefanit na sakatosi. Mbledhja e Berlinit na qethi shumë vende në favor të shteteve të ballkanike. Dhe tani së fundit, ordhirat e Xhavitëve e Turgutëve kujtuan se i shuan shqiptarët. Kosovën dhe Malsin kull më kull i bombarduan dhe i përvluan. Vran pleqe plaka, gra dhe fëmijë. Kështu rënuan me durët e tyre dhe gjakosën pa mëshirë Shqipërinë martire. E kur plasi lufta ballkanike, i pam se ku van Xhavitë e Turgut. Ushtrit e shteteve të Ballkanit po i ndjekin pas. Por në këtë rast, ata, do të them ballkanikët, duan të coptojnë edhe Shqipërinë mes tyre. Fqinjët tanë nuk duhet të gënjehen me lakmi. Se shqiptari se duron robërin, historie e shekujve të kaluar e dëshmon këtë të vërtet. Ky truall është adeu ynë. Ne kemi gjuhën tonë, zakonet tona, kulturën tonë. Ndaj sot të mbledhur në këtë kuvent të madh historik, ne shpallim para gjithë botës vullnetin e popullit tonë sovran. Zotni Luiq, ju lutem, këndojeni vendimin dhe të vëmë secili firmë. Në Vlon, më 28 të vjeshtës së tretë, 1912. Pas fjalëve që tha Zoti Kryetar, Ismail Qemal Beu, me të cilat tregoi rrezikun e madh, ku ndodhet sot Shqipëria, të gjithë delegatët me një za venduan që Shqipëria më sot të bëhet në vehte, e lirë dhe e mosvarme. Urdhërojmë, zot Kaqori.
vlezër e motra, bijt e mi, do t'ju rëfej një të fshet. Shokët e mi të udhës e të halëve, ata që janë këtu, e ata që si kemi pranë, të më falin. E ruanja në zemër këtë të fshet, jo për vete, po që t'ju atregonja juve sot këtu, në këtë ditë të shënuar, dhe jashtë më mundonte. A do të rrinin valë të ngrinin flamurin në 28 nëntor? Ju do të pyesni zhbëri 28-a, zhbëri 30-a. Por vlezër dhe motra shqiptar, në një ditë të tillë, në 28 nëntor të motit 1443, Skënderbeu ngriti në krujë flamurin e Shqipërisë. Këtë flamur! Ky vëllezër shqiptar është nëntori i dytë i Shqipërisë. Qofti bekuar për jetë.